pjesë më e bukur në botë. Një nga çunat atje në qeli sa Ervinit ju e kishim orarin gati. Sa shkonte ora 10:30 thoshte erdhi flati i liris. Edhe policët të gjithë trembëshim. 36 shpite politikë të dështuar ja kemi hedhur poshtë me 36 ditë protest. E kisha një dilemë shumë madhe në jetën time gjatë tyre 33 ditëve këtu në shesh. Doja me shpirt bëja një ditë pushim, po thoja po mungova do thonë ushit. Kështu që falenderoj Edi Ramën për 3 ditët pushim, se nga ka bërë më të fort. Më besoni, me pranga nduar pas na kanë zonuar, e kam kokën gjithë gunga, trupin të nxirë. Po më besoni, jemi më të fort. Kemi shkuar të komisarati numër 4 pas ngjarjes. Më besoni 80% e policisë ishte me ne përveç patronazhistave që I kishin shefa. Shefi komisariatit numër 4 ishte një krye patronazhist I cili nuk merret me llotot e lagjes, me llotot e zonës, po merret me ne, që gjujtën vetëm me ves. Nuk e di qa keni dëgjuar këtë ditë se sa kam dalë ka marrë këtu në protest. Por ne ullëm për të pirë një kafe, jo them sinqerisht, ullëm për të pirë një kafe se e pam një shtet rrethim, sikur ne ishim të armatosur me bomba, jo me ves. Edhe ullëm pirim një kafe realisht se tam qysëm të dorëzuar, tam s'pas kemi mundësi t'i qelloj me ves. Pas desh ishte ullë si manja, nuk e kishim parë. U qua si një plerë e vërtet, doli nga kafja, sa po u fut në kordonin e policis, u këthy edhe në shajti nga ropë. Unë kisha shok nga diba me vete dhe I shajti dhe ata. Më pas më besoni nuk dëronim do të kemi larë me ves. Bodyguardi ti kërceu nga dritarja në prezencën e shefit të komisaratit numër 4, I cili tha arrestojni, unë ula duart poshtë, më ka qelluar pa pushim. Dhe realisht kanë qeshur dhe I thoja ore qa po bët me ves të gjojtë. Po do merremi dhe me saj mirë kokën e ditën vazhdim. Po merremi dhe me kompanin Group Security, e cila ka marrë tendera, do merremi në ditën vazhdim. Shiko. Ultimania dëshërë, 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 ultimania Dy herë na gjujtën me grusht, 2 herë ja u kthyer me ves. Ne shqiptarë kemi shprehje, e treta e vërteta, guxoni edhe një herë. Në komisariat nuk na kanë dhënë asnjë të drejtë, nuk na kanë lejuar të bëjmë asnjë kallëzim. Nuk na kanë thirrur as mjek për të na parë shenja që kishim, edhe thonin gjatë gjithë kohës do rrini aq ditë sa t'ju ikin shenjat, pastaj do dilni. Tani ju them, hajde në arrestoni se kemi armën e krimit me vete. Edhe Niko është një nga tjerë të arrestuar I cili me epilepsi e kanë bajtur e kanë kesh trajtuar në komisariat. Policia krimin! Policia krimin! Policia krimin! Policia krimin! Policia
krimit, policia krimit, policia krimit. Du ta mbyll me këngën e re që ja u shkujta dhe te muret e burgut atje. 37 vjet i kisha edhe hera parë që përfundova në burg, i mësova dhe ca taktika se si me pikturu në mure. Ulcimania të qërë, të qërë, të qërë. Ulcimania të qërë, të qërë.